Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi atë që po ndodh në Shqipëri, ku është goditur sistemi i drejtësisë teksa është vrarë një gjyqtar, në këtë rast gjyqtari Astrid Kalaja. Por ku po shkon Shqipëria me këtë lloj situate dhe çfarë ka prodhuar këtë lloj goditje ndaj sistemit të drejtësisë dhe sa përgjegjës është politika 35 vjeçare në këtë rast ku goditet drejt për drejt shteti i së drejtës, po themi. Për të folur për këtë çështje, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Romeo Kara. Zoti Kara, përshëndetje. Përshëndetje Bardhi. Zoti Kara, si e shikoni këtë që ka ndodhur për gjatë ditëve të fundit, ku beti i vrar një gjyqtar në sallën e gjyqit, pra një ngjarje që nuk ishte ndodhur në 35 vite të sistemit demokratik, aq më tepër nuk kishte ndodhur as në vitin e mbrapsht 1997. Mendoj që në shumë plane, në planin mbase më të parëndësishëm është ajo që nuk ka funksionuar sistemi i sigurisë, ka kohë që nuk funksionon sistemi i sigurisë në gjykat, në stadium, por mbi të gjitha e vrau një tejlodhi, besoj, pra duhet ta shohim me dy plane edhe nga të dyja krahat këtë ngjarje, për një sag gjyqesh që ka pas përfshirë 13 prokuror dhe mbi 20 e ca gjyqtar. Për vite të tëra dhe në fund fatkeqësisht gjyqtarit më humanist i bie tjetë i fundit në këtë sag, edhe peu këput pikërisht tek ai. Pra personin fjalë ka vajtur aty me paramendim, besoj i lodhur, me kupën e mbushur, që nëse merret një vendim kundra, ai të reagojë. Ky duket qenë një mendim, besoj, çekiç në kokën e tij, derisa ka zënë vend, është bërë i pakthyeshëm, pra ka pasur një vendimarrje të mëparshme me veten e tij, dhe në fund fare ai bëri vetgjyqësinë e tij pikërisht në sallën e gjyqit përballë gjykatës. Avokat, çfarë shteti është ky që i vritet gjyqtari brenda në sallën e gjyqit? Ky është ai shteti që kemi bërë gallat gjithë me pak. Dhe ku gangsteri ka më shumë akses se unë tek deputetët, tek ministrat, tek gjykatësit, tek prokuroria, ku prokurorët tani po e vë gishtin direkte edhe mbi sistemin e drejtësisë, se mund të ketë vuajtur gjyqtarin fjalë, ka vuajtur dhe padrejtësinë e kolegëve të tij. Nuk jam as shumë i vjetër, pas i ri. Dhe kanë qenë me pikatore rastet që unë kam gjetur drejtësi në gjykatat tona. Kur para syve të mi, kur unë dua të zgjidh diçka me shtet, para syve të mi prokuroria të mbyll të gjitha hetimet, prokurori nuk dënjon takoj, punojnë me korespondencë me oficerët e policisë gjyqësore, të cilët zbatojnë detyrat e prokurorit dhe mënyrën e marrjes deklarimeve apo provave për të hapur apo për të mbyllur çështje. Unë e kam provuar në të gjitha planet, si në planin personal, edhe në planin publik, ku kam ngritur çështje me rëndësi të madhe publike. Se nuk është të merret vetëm prona kur të merret drejt për drejti, ajo është më e prekshme. Po dhe prona publike që merret, na merret gjithëve ne. Edhe unë kur çohem edhe për ju që jeni aty, në krahun tjetër të lidhjes, çohem dhe për një qytetar që është i vetëdijshëm, po dhe për atë që është i pavetëdijshëm. Edhe për atë që ka hikur dhe ka ndruar jetë, se ka kontribuar të pronë, po dhe për atë që nuk ka lindur, që i takon e pronë, vetëm me përkatësinë e tij shqiptare.
Dhe ata me vetdijet plot, me trimëri më të madhe, me kashilliku më të madh, kanë mbyllur çështje. Po kështu bashkëpunim dhe me gjykatët. Aq më tepër që bëhet fjalë që një gjyqtar të ketë qindra dhe mijëra dosje. Një dosje do kujdesi më të madh ta shqyrtosh. Unë besoj që kalojnë dosje pa i lexuar fare. Lexojnë vetëm një preambull, lexojnë vetëm një vendim më parshëm, apo diçka tjetër. Kështu që sistemi i drejtësisë është kolapsuar. Jo vetëm që nuk kemi infrastrukturë për drejtësinë, dhe kemi shumë pak gjyqtar, ambiente e tjerë, dhe kjo jo më kot është lënë kështu. Po mbi të gjitha ne nuk kemi atë që është e brendshme, nuk kemi dëshirë për drejtësi. Ne e shesim drejtësinë, ne e blejmë drejtësinë. Ne nuk kërkojmë ta meritojmë drejtësinë, dhe unë gjithë këto vite kam qenë një zë, shumë herë i vetmuar, disa herë në baze me përkraje, të një lëvizje për drejtësi, të një lufte për drejtësi, të një emancipimi për drejtësi. Dhe besoj që çdo aspekt i jetës sonë, qoftë në planin nacional, në planin shtetëror të brenda. Plani nacional, pasi jemi akoma në formimin tonë si komb. Akoma ne si kombësi nuk kemi një treg unik për të qytë komb. Ne flasim në emër të kombit, pa jemi komb, të duhet të trajtojmë pasaj. Të një hapësire kulturore, po sidomos të një treg unik, i cili dhe këtu në Shqipëri qëndron në mungesë të një drejtësie, qëndron të një treg të monopolizuar nga dy forca, që unë do ta quaja në gjuhën më të saktë duopol. Pra ne jemi një vend që jetojmë totalisht në padrejtësi. Jemi mësuar, nuk e kemi shijuar drejtësinë, mbase shumë rrallë kemi shijuar drejtësinë këto vitet e fundit. Dhe unë për të arsye mendoj që kanë qenë disa kushte, po më kryesorja ka qenë mungesa totale e padrejtësisë, që njerëzit ka filluar t'i lodh dhe nuk di kush shqiptar. Kam folur dje dhe me një ish gjykatëse, që qante pikë lotit për padrejtësinë që po i bëhesh asaj. Pra dhe vetë njerëzit që kanë qenë sistem, kur dalin nga sistemi e kuptojnë çfarë është. Ne na është mbushur kupa me padrejtësi. Atij gjyqtarit i shkoi shpirti në parajs, pagoi, besoj, kolektet e tij, talljet që kanë bërë ata, ping-pongun pa fund e tjerë, dhe kanë bërë një pyetje dje në televizion. A e çmendën apo ishte kriminal? Këtu është thelbi. Nëse ai djalë ka qenë kriminal, do të shohim rekordet e policisë. Ka pas rekorde policia apo jo? Deri tani thuhet që nuk ka pasur precedent më parë penal. Atëherë nëse nuk ka pasur, të e çmendëm ne. E çmendi retorika jonë. Dhe e besoj që, se nuk do flasë të thonë tani, po na den nxitës ky. Nuk e ka merituar ky, po mbase mund ta ketë merituar dikush tjetër. Po dhe të marrësh jetën tjetrit pa fund dhe një popull tërë, dhe pasaj të bësh sikur ke zemrën dorë, jo, të gjithë ta që vajten atje në omazh për personin, të gjithë ta, pjesa më e madhe e tyre kanë ndihmuar që ai të vritet. Jam i sigurt që po të ishin mbajtur standardet asaj që unë them, nuk do të ndodhte. Është në parimin e drejtësisë, në gjithë botën, nuk kemi ne që po gjykojmë për herë të parë. Edhe njohëm ne të fshetat edhe marifetet e zanatit që na pasuroka dhe na bëka për na kthej gjyqtarët si të kurdi peshkut. Ndron pasurinë dhe bën mrekullin apo të bën atan. Në gjithë botën, kur jep drejtësi, edhe kriminali më i madh përmbahet deri diku. Pavarësisht që ai tenton të shkatërrojë, domethënë, hetimet dhe proceset kundër tij. Po, unë flasë nga parimi i vetëvëzhgimit tim. Nëse dikush më jep drejtësi, nuk kam çfarë, nuk gënjej veten.
them isha i pa drejt edhe ky isha i drejt dhe ky më bëri pa drejtësi. Jo, më në vetë unë e di sa më takon. Njeriu do ato që i takon. Me logjik plot apo edhe mënyrë instinktive. Kështu që i këshilloj gjykatësit dhe prokurorët, bëni drejtësi. Ishi do nga pazaret. Se kam përshtypjen që kemi të bëjmë me një djalë që ishë mbushur kupa. Edhe ai firmosi fundin jetës tij. Pra ti është mbush kupa me kokë, prandaj tash, ai ka pasur çekiç në kokë. I det ngulitur. Po s'ma dhan këtë radhë, do bëj këtë. Edhe një personi nga më të zgjuarit që kemi ne këtu në publik, ta marrim, ti themi 200-300 herë në sy, nuk je mirë nga mend, edhe ai do luajë nga mend. Jo më një person që mund të ketë vite që i vjen çekiç kokë, ajo zgjidhje, ku nuk shes zgjidhje tjetër. Avokat, pala tjetër në proces ka pretenduar ose ka shpjeguar se strumbullari i gjithë këtij konflikti ka qenë Bashkia e Shkodrës, e cila nga njëra anë strehoi këto familje dhe nga ana tjetër ja shiti pra tokën që e pretendonte se kishte trashëguar palës tjetër, pra pjesëtarëve të autorit i cili kreu edhe krimin ndaj gjyqtarit. Në këtë rast, cili është strumbullari i këtyre konflikteve në këtë vend? Është politika, parlamenti, bashkitë? Së pari është politika, që vegjeton, lulëzon, noton, jeton dhe pasurohet mbi shtratin e padrejtësisë. Nëse keni parë në një politikan drejt, ma gjeni me qiri edhe ta stigmatizojnë për mirë tani, jo më pse unë nuk njoh një burr të mirë në politikë, të lartë, them, apo biznesin e lartë. Që është kjo politikë pisanjose, shkaku i gjithë qiellave, kjo patjetër është. Dhe është mënyra se si ne votojmë, ne jemi të papërgjegjshëm. Ne bëjmë padrejtësi vetes. Ignoranti dhe i çmendur i bëjmë padrejtësi vetes. Këtë mos harroni kurrë. Mund votosh ti lloj sarollopi, një që të gënjen 10 herë dhe voton prap. Ne e kemi kthyer Shqipërinë në spital psikiatrik. Më thuaj 1 nga 2 litrit e mëdhenj, kush e meriton fjalën e drejtë? Garojnë kush është më i padrejti më i poshtrit tani. Nuk di se kush është, tani realisht e kam dyshim, kush është më i ligu nga këta? Po që për drejtësi, midis tyre, edhe lëtyrave që i shkojnë pas atyre dyve, unë nuk gjej asnjë drejt. Dhe ky popull shkon prapë mbas atyre. Është vetë që ja bën padrejtësinë vetes. Pastaj pipongun e banorëve se pranoj fare. Po nuk u hetua dosja, unë nuk flas. Kështu që unë këtu gjyq publik të çështjes nuk e bëj dot, se nuk kam dosje. Ditë mbështes Alaudin Malen, që konstatoi diçka. Është dhënë një vendim mbi 2 procese verbale që janë zhdukur. Ku janë ato procese verbale? Përse është kthyer nga e para? Pra ne kemi gjyqtarë prokuror që zhdukin procese verbale. Kjo është shumë e rëndë. Ja pra një nga ata që them unë, nga ata kolegë që ka vrarë gjyqtari. Ai që ka zhdukur procese verbale, e ka kthyer çështën nga e para. E ka kthyer 7 vjet mbrapa direkt. Po si është e mundur ta bëjë gjë të tillë? Se po si o zoti Quku, këtu jemi në absurd më. Unë kam quar kallëzim për 100 miliona euro që ka vjedh për mua Berisha, kujtohet që ka në lartë tot, nuk të takon ty kallëzimi. Po ku ka ligj në këtë tokë që më heq mua drejt në kallëzimit? Si me çfarë arsye nuk ju takon juve? Po se ti pëlcasin atyre, qa mund të them unë tepër? A ke dëgjuar ndonjëherë? Nuk legjitimor si kallëzues, po ku ta marr legjitimimin unë? Se unë kushtetutë kam, ligje kam, ta marrë në një stall derash, se s'kam ku ta marrë tjetër.
Është i proces e ka mbyllur të dyja partitë. Ka rënë dakord ta mbyllin. Kjo është. Të mos donat Berisha t'i viralla këti tjetri. Këto janë të thjeshta. Merren vesh ta për kodin zgjedhor, nuk merren vesh ta për të blerë ministri makinë 100.000 euro dhe nuk merren vesh ta të rregullojnë gjykatat e të shtojnë gjykatësit e prokurorët. Pse nuk e bën, siç ja u thamë den, se ja u kemi thënë. Se nuk do vinë këta që japin mend, do vinë nga qielli. Ta na kanë nga qielli këta, udhëheqësit tanë, dhe ne gjithë toksorë që flasim, jemi të padejnë për të dëgjuar dhe për të vlerësuar e për të marrë mendim. Brenda një viti mund të bëjë reforma bërdi. E se ka fajin reforma, kam fajin këta që nuk bën reformë. Reforma dhe vetë do e bërë, e do të bëhet pa tjetër. I kishe përgatitur disa gjyqtarë të ri, avokat, si gjyqtarë e prokuror, një vit i përgatisje me praktik, ata hynin direkt sistem. Për të ndruar një trup maksimumi me gjithë OPG, me gjithë prokuror, me gjithë gjyqtar, s'do isha as 4-5.000 veta. Edhe mund t'i shtoje, për qenë efektiv në drejtësi, për t'i zgjidhur sa më shpejt. E ne nuk ishim të afme dhe mek, jo të zvarit në Kastile. E bën këtë pseudo reform, e bën për të mjetuar vetë. Po të shosh, gjyqtarët janë bërë më trima tani. Nuk të njoftojnë fare. Bëjnë sikur të ka njoftuar, të më kanë bërë dhe mua, që jam mes Tiranës. Dhe që s'më bëllët goja kur shpuna për të rase. Nuk dun t'ja din. Tani të përballën, edhe me zemrinë popullor. Jo po si takon një avokati flasi kështu, po si të flas, ma është kjo e vërteta? Pikërisht. A e kanë çmendur këta njeriu shqiptar? Edhe vuan ai tjetri. Tjetër kush e mbush kupën, ke tjetër kush derdhet. E zbrazë pasojat. Edhe bëj sikur e qajnë. Mos e qani më. Se pikërisht ju që bën sikur e qatë më shumë, ju jeni më të poshtit, më të zi. Po, bën ato paradën e zakonshme ditën e djeshme aty. Njëri më pisanjos se tjetri. I përshtyr në fytyrë që të gjithë nga i pari ke i fundit. Më kanë dënuar për gjykasit e Berishës, kjo është shumë e rëndë që duket si e thjesht. Pse kam cituar fakte publike të dala në media. Në media në shkruar edhe në YouTube. Do më thonë është hakmarrje personale. Po jo më këta kur duan këta të ndalojnë edhe citimin. Kam kërkuar i njëjti prokuror në binde gjithmonë, gjyqjet për shpifje kundër Berishës. Pas kanë zbatuar kodin e ri të Ramës pa e miratuar ende. Bëhet fjalë në 2017 që njiheshin për Berishës, tani janë duke zbatuar të Ramës. Dhe në atë kohë ishin të Berishës, tani kanë bashkë. Unë e vë gishin pikërisht këta që quhen burra shteti, që është vlerësuar në termin shtet tek ne. Ne kemi qenë ndjekur për pak shtet. Pavarësisht që ne brezi ynë tani mendohet që e gjetëm shtetin. Jo, mezi është bërë kë shtet. Shqiptarët kanë vuajtur për pak shtet. Kam vetëm 100 ca vjet që jetojnë pavarur, gjithmonë nga një perandorike tjetra. Gjithmonë cepa perandorish kemi qenë. Dhe ne me sovranitetin nuk bëm gjë tjetër, vetë shkatruam dhe ca virtyte morale. Pra, a jemi tafnet, bëjmë shtet apo jo? Kjo është më çuditshme. Ne nuk zëm mend nga pësimet e historisë, domethënë. Dhe për këtë arsye ngrezoj, nuk mund të ketë shtet pa drejtësi, nuk mund të ketë shoqëri, nuk mund të ketë familje. Më njeriu kur është i padrejtë edhe vetes i neveritet. E kupton, në thot një moment jam i poshtë. Akoma llomotisin, na dalin. Na vjedhin para syve, na mashtrojnë një herë, na vjedhin, na tallin dhe akoma llomotisin. 800 vjeç ka vajt Berisha me orë pune, sidomos me ato që ka vjedhur, ka vajt 8 milion vjeç, akoma ka guximin del. Po kaq mund të jetë dhe Rama. Akoma tregon shqiptarëve që del tani dhe thot po prishon, i prish ato thethi. Po çaj e prish thethi.
Kush i latë? U kujtove ti, u zgjove nga gjumi i shenjë që kishe 2-13 vjetë, u kujtove ti prishësh gjithë Shqipërinë, edhe në mes sezonin. Unë i shpreh keqardhje më të madhe nga ana ime atyre familjeve që u shprishur prona. Ti ka ikur bukë e gojës. Se këta pretendojnë që edhe bukën e gojës e kanë këta në dorë. E duhet marrin përgjigjen. Dhe një është përgjigje. Solidarizim rreth të drejtës kundër të padrejtës. Po nuk hyri kjo frym tek ne shqiptarët, ne kur s'do bëjmë marrë. Ama po hyri kjo frym, me shpejtësinë e dritës do rregullohen problemet, kryesore të paktën. Pas kësaj ngjarje, sa i përket rastit të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, a mendoni se do të ketë një reflektim sa i përket sigurisë, por edhe vendosjes së drejtësisë nga ana e sistemit të drejtësisë në vend? Më intereson fare siguria edhe vetë politikës. Barri nuk më intereson siguria. Për sigurinë time nuk ka pyet njeri. As nuk bëhem fare unë qenie dobët, më interesoj siguria Berishës, Ramës apo gjyqtarëve. Pavarësisht që ai gjyqtarë psoi, ta në gallarët e Shqipërisë. Na kanë marrë jetën. Me gjyqin na kanë marrë jetën, me çfarë na kanë marrë? Pam. E heqin dikën nga puna dhe gjyqtari të kthen ca parë mbrapa sidomos se ka buxheti i shtetit, parë të shqiptarëve. Ai që heq nga puna nuk përgjigjet për shpërdorimin e tyre dhe pse ka krijuar pasoja për shembull 20 milion lekë dëm. Apo 400 milion, apo 500 milion. Pra, e shikoni, edhe që këtu preket administrata, që këtu njerëzit votojnë pasaj për vendin e punës. Kështu duket si gjë e vogël, kur them unë, të konstatohet shpërdorimin e tyre. Jo, janë këta gjyqtarë, e këta prokurorë. Kujtohen tani për Bankersin. A janë 10, a 15, a 20, a 25 miliard euro vjedhje, këtë nuk e di, po që janë mbi 10 edhe paktën 15 mendoj unë, janë. Kush mban përgjegjësinë që u vodhën ato atje, nuk kishim në prokurori, nuk kishim në polici në atë zonë, s'kishim në kontroll territori. Kush i kishte mbyllur syt në këtë rast? Po, kush jemi ne që i dorëzojmë shtetin dorë kriminalëve? Përse ka gazetar që s'përmendin dot emrat e kriminalëve? Pse ka deputeti si përmendin dot, e ka ministra? Pse pallohen dru këta deputetët e ca të tjerë nga kriminalët e sa hapin gojën këta? Pse rrin këta politikanë të lartë e familjarët e tyre me kriminal nga mbisin darkë? Pse i zgjidhin problemet me kriminal deri në vrasje? Dhe pastaj paguajnë Araçi me pushtet, delegojnë pushtet e kriminalit? Dhe pse ne duhet të durojmë, domethënë, pafundësisht padrejtsinë e tyre dhe talljen e tyre, që flasin për bamirësi vetëm në të ardhmen? Dhe pse ne kemi pranuar të ndahemi në ngjyra politike dhe jo në moral, në të mirë në të këqij. Për mua s'ka shqiptar me ngjyra politike. Ka të mirë e të keq. Ka të devotshëm dhe pa devotshëm. Ka sy hapur që janë hapur syt, me arsimim apo me të vetëdijshëm, ka të pa vetëdijshëm. Tani ne duhet punojmë në to plane për të zgjidhur në thelb problemet tona. Nuk do zgjidhen këto se do shtohen disa roje atje. Nuk bëhet më fjalë domethënë. Lexoni komentet, njerëzit janë mërzitur. Nuk shprehen për gjyqtarin. Edhe në koment që shprehu shturp, po shprehen për sistemin. E po 30 ca vite akoma kthim pronash. Po 8.000 dosje ishin ato të shkreta. Pse nuk i kthyen për nga 10 në ditë kthenin. Gjyqje pafund, që as i lexojnë fare.
Tu nuk ka vlerë avokati, tu ka vlerë sekseri bërë. Me dhunë ai të grisër gjisën e kadasës, të hyn gangsteri, na bëka vrasi gangsteri atje, pisa njosi atje, edhe pagun me tokat e Bërdetit. Po në hyçmin e kujt janë bërë gjithë, në hundë e kujt. A ka gjë më të neverishme të jetosh në një shtet tillë? Ku shkëlqimi dhe takat e pushtetarëve, e çantat e rrobat e vilet e tyre bashkëjetojnë me një padrejtësi të tillë dhe me njerëz në halle, të cilët domethënë janë shpërfytyruar sa nuk njohin as veten e tyre më. Kjo është bërë. Unë mendoj që këtu duhet të thot fjalën një revolucion shoqëror në të gjitha planet. Avokat, nisur nga eksperienca juaj për gjatë gjithë punës suaj, a e keni parë veten ndonjëherë të kërcënuar mbi punën tuaj që keni zhvilluar për gjatë këtyre viteve? Po patjetër. Si po s'du ta bësh lajm, mos bëj skup, lutem. Se nxjerr në një kështu, po patjetër, gjithmonë kemi bashkëtuar me këtë punë. Ka dhe forma direkte edhe indirekte. Unë kam marrë parasysh për t'i dalë për zot vetes. E ndodhur në këto kushte, po. Kur kanë tentuar bardhi, i kam dalë borç me paralajmërim. Nuk ma lejen e kurkujt pasaj për jetën time e familjes time. Po pse, nuk e rrafshoj tropojën Berishët? Po pa ka bërë Ilir Meta, po pa ka bërë ky tjetri, ky gjati. Kështu që megjithatë për këta je gjithmonë në thojse i frikshëm, kur nuk e merr më në konsiderat as jetën tënde. Kështu që unë prandaj si kam marrë më as lloj interesi. Tani po iki drejt. Sfidë është kjo jetë sfidë. Po dhe unë, shoqëria mbase nuk është e vetëdijshme. Po unë si person nuk e lejoj vetes të risi skllav për ballë tyre. Për ballë tyre me moralin më bërnut në gjitha planet, po që na hypin dhe pushtet, ashtu s'ka është. Le pa vlera intelektuale, po moralin më bërnut. Disa do i kisha përjashtu dhe nga burdeli për imoralitet. Jo më t'i mbajen qafë si pushtetar, s'ka është. Se do njëri apo do tjetri. Këta janë tallur me ne. Dhe këta du të paguajnë pasojat. Unë për të jam. Ju që lypni drejtën tuaj, merreni drejtën tuaj. Dhe ajo që mungon të kjush me të prisë këto, që po lyen me nderë me kos. Ato po ham para jush, po e shqyrë Shqipërinë para jush. Po e shqyrën juve, Shqipëria është një pjesë e ime, pjesë e jote e tjetrit. Na kanë mbushur mendjen që është bamirësi të marrin frymë, se na japin këta frymën dhe copën e bukës. Por që unë mendoj që duhet drejtësi. Drejtësi. Tani ka ardhur koha ai zinxhiri që vajti të kohën kështu ke vjedhja, të shkoj tani mbrapsht ke drejtësia. Hajde derisa e perceptojmë, jemi të bindur që është kështu. Hajde bashkohemi në kohezion, s'ka nevojë të vëmë firmën. Të betohemi ne banda e PD-s apo e PS-s, se na mërziten tani këta të PS-s, ta krau tjetër. Se dhe tani na do të kitën që folim kundër Berishës. Po pritmë se nga 2014-15 që kanë folur unë dhe tani, ka lënë kusur të tjerë, që janë bërë si ky dhe më zi se ky. Kështu që ne duhet të themi bukës bukë. S'mi intereson as Berisha as Rama, mi intereson drejtësia. Mbi këta dhe mbi veten time, unë vë vetëm Zotin.
Këta që kanë zot Berishën dhe Ramën, kur mos bëfshin ajër. Kur mos bëfshin ajër. Se nuk e meritojnë, se këta i bie që janë pa fe pasaj. Një njeri që ka zot, një politikan, dhe s'ka moral, nuk ka zot brenda vetes tij, se Zoti është në zemrën e njeriu. Është në parime. Mos u lodh ata kërkosh Zotin larg. Në zemrën tënde ke, brenda vetes e ke. Të ka bërë sipas shëmbulltyrës tij. Të ka dhënë mundësi të zgjedhësh me vullnetin tënd. Dhe për të zgjedhur sa më mirë, mëso, lexo, hap sytë e tjerë, vlerëso. I objektiv, i drejt në gjykim. Këta nuk duan, i pjesë. Pa ata që kuptojnë, besimtar, është e faj tyre. Që i din shumë mirë këto që unë po them, dhe sidomos klerikët, dhe me vedije bëjnë lojën e pisët të tyre. Atyre beso, ata do japin e sap edhe për pjesën tjetër që kanë qenë rrugës. Jo vetëm për vete. I ndodhur në këto kushte sistemi i ri i drejtësisë, a nuk do të duhet të zhvillojë një tjetër vetting për të pastruar figura që mund të jenë të korruptuara të këtij sistemi? Nuk është bërë reforma, e penguar reforma. Leshon ka fajin vettingu, fajin e kanë këta. Thjesht, nuk e bën reformë, nuk desh ta bëjnë. Dhe garantojnë këta gjyqtarët. Thjesht gjyqtarët që kishin në lyqën Berisha më shumë, tani kanë bërë ujdi dhe me pjesën tjetër, me Ramën dhe me tjerë. Nuk ka këto lutë. Unë kur kam parë gjyqin e Vulës Berishës, kam kuptuar që këta komandojnë sistemin e drejtësisë. E po të mbyllin çështjen e privatizimit ose OSSH-s, ja them që këtu mundësisht të bëjmë me titra. Mor gjyqtar budallë. Po ajo çështje ka vajtë deri në Amerikë, si e mbyllin? E do shkoj prapë. Si e mbyllim? Nuk i hyn çështjes se ai ka apo s'ka fakt penal? Po si më të pranojmë ne që kaq shumë u vot Shqipëria sa ndërtoi $7 milion apo euro i ka marrë vetëm Noel Kalaj. Pra u bë deti Kosovë. Si e mbyllim? Atëherë, bëj pyetje tjetër për këta që janë trima. A e larguar nga sistemi 4 prokurorë dhe 1 gjyqtar që dolin mbyllin çështjen DHS, dolin me dhunë ta mbyllin? A është e vërtet kjo që them unë apo jo? Edhe i kanë larguar me plot drejt. Me plot të drejt i kanë larguar. Kështu që këta që i mbyllën, tyre ju mbyll përfundimisht mundësia për të marrë me drejtësinë dhe ta paguajnë. Akoma ne, domethënë, akoma ne kërkojmë drejtësinë që na ka marrë Peng Berisha dhe na duket sikur po jo më se ne apo merremi, është atje, është i fortë akoma. E mban Rama gjallë. E mban kundër balans pushtetit tij. Ka të njëjtën forcë si Rama. Ai është në opozit, ky pozit. Atje është. Çfarë mendoni ju? Nëse nuk do kishte sot opozita Berishën atje, a do ishte Rama kaq i kërkosur për konkuruar për Tiranën, mbasi ka një tuf me kryebashkiak në burg, edhe mbasi ka bërë kërdin ky kryebashkiaku i tanishëm, që ju ka ngecur ndere se bashkakojnë dot. Njeriu më i thjesht, mjafton të ishte më i drejtë i devotshëm, do fitonte. Ka ata atje, akoma i bën punë Ramës ai, atje. Për kjo është. Kështu që ne du të gjejmë shkaqet. Shkaku është i gjithë ky sistem dhe arkitektët, ndërtuesit, frymëzuesit, garantuesit të sistemi që janë këto dyshka. Që janë barazuar bashkë. Dhe s'mund dalësh mua si qytetar përballë, e më thuash tani, ky hajduti që ka qenë nga 2014-15 si kryebashkiak, ky do iki ky presupozohet i pafajshëm ky, ka blerë një mal me brek. Vetëm nga një kartë, me do tjerë. Ka blerë 3 vila, një e ka prishur që të ketë fushpamje. Ky hajdutit do iki ky, por ne do sjellim i tjetër.
A kupto do më thonë që kërkojnë bënje një mea culpa më. Ora unë në sola një ajdut. Ora unë dështova. Nuk ishe ajdut, por nuk ishe eficient. Se më të mirë se ne nuk ka. Po si ajdut apo si qartë tjetër. Unë sfidoj, po nuk mund të krasoj vetën me as me ata, as me ajdutin burg. Po për qaj e me i mirë? Qa ke bërë mirë? Arsimin, shëndetësin, rendin, drejtsin, bankërsin, qa ke bërë mirë? Këto e një po i theme të i bardhe. Unë mendoj kështu duhet tjetë debati publik. Hajde në thua qa ke bërë mirë. Lëj statistiket. Lumëturia është perceptim. Si është koeficienti i lumëturisë në Shqipëri? A dini unë që shumë i lartë në Kosovë se Shqipëri? Një njeri largohet nga parajsa, ka bërë parajsën zotëria, parajsën e vete ka bërë. Edhe gjytërëmve që ka nga pas. A largohet një njeri nga familja edhe nga dheu? Presupozohet një njeri u jep jetën për familjen, për atë dheun, për pronën, për besimin. Këto janë 4. Mirë është edhe Kurani me fal tjetëri. Po kur ai e bën rrugë, pastaj nuk kam është detyrë t'ja presësh ato. Këta i kanë hyrë shqiptarëve tek familja, tek besimi, nuk na lë të jetojmë besim me parime. Me dhunë, me ligji thot ndryshe, ky të vë gangsterin atje. Qohet në këmbë deputeti kur vjen gangsteri, se ka bërë vrasje. Ka bërë vrasje nuk është dënuar ai. Dhe ne do të shohim dhe kthimin dënimi me vdekje për infarkohet. Ne nuk do bëjmë burg tani. Po. Sa i intereson spaku këtë raste. Spaku bë çfarë doj. Ne po flasim çfarë duhet bërë. Unë nuk jam komentator i spakut më domun. Spaku e mbylli me arrestimin e Veliajt, e mbylli dyqanin, edhe ri smerret spaku, aty ka pas bankërsin. Mjafton afera bankës për treguar që spaku ka dështu. Le bëj çfarë do tani prapa. Ka dështu se ne na kanë ikur parat, hajde marrim më. Avokati Berishës ka marrë miliona euro, unë i kisha përballë në përgjigje, është turp i madh, ai të marrë miliona euro. Më shumë se Clifford Shansi. Ai avokati ndritur i PS-s që ka qenë Hyseni pas ka marrë dhe ai miliona euro, edhe avokati i PD-s ai tjetri ish ministër Eduard Alimi, i kam mbledhë librin unë dhe kam tu mbrapa, edhe i kam marrë miliona euro. Ky shtur. Edhe një fshatar Babe Bir meshin nga 1 milion vit rroga. Për të ulur, për të rritur shpenzimin për të ulur të ardhët, që mos kishim takse. Ky shtur është ABC-ja e pasimit parave. E bilancave falsa. E pasyre financiare të efektuara. Tani, pse e lanë? Nuk erdhën këtu, prokurorët e spakut ka qenë sistem. Asnjë nuk lajmëroi dhe edhe na tregojnë dokra tani, thonë nuk kemi pasur kallëzime. Turpi them. Hetimet bëhen dhe kryesisht, nuk ka nevojë. Keni pasur nga kontrolli i shtetit gjithë suportin e duhur edhe nga prokurorit. Edhe lanë atje, notojnë, merren me peshqit e vegjël. Po su morën me 12, mos merren me asnjë. Çojnë shtëpi. Kanë turp i thon bukës buk. Gjë e madhe që do kapi një ministër. Unë si mbaj mend emrat e ministrave të qeverive të fundit. S'ka identitet fare. S'ka lënë gjurmë fare në kujtesën tonë. Se janë bërë si mall konsumi për liderin e tyre. Asgjë më tepër. Avokat, të kalojmë në një çështje tjetër sa i përket raportit të kryeministrit Edi Rama me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ai së fundmi nuk mori pjesë as në asamblenë e kombeve të bashkuara, ndërkohë më pas në një samit të Komunitetit Politik Evropian, kur u takua me Macronin dhe presidentin e Azerbajxhanit, filloi total hapur presidentin amerikan Donald Trump lidhur me lapsusin e këtij të fundit mbi vendosjen e paqes mes Armenisë dhe Azerbajxhanit, ku Trumpi ngatroi Armeninë me Shqipërinë.
çfarë po ndodh realisht mes administratës së Donald Trump dhe kryeministrit Edi Rama? Nuk marr përsipër të flas në emër të Amerikës. Do doja që të them mos e trajtoja më gjatë, pasi nga që vi nga Amerika duket si ata burravec që flasin në emër të Amerikës. Megjithatë, unë do të them të tjetër. Një njeri që tall presidentin e Amerikës me pasoja për Shqipërinë, mendoni ju pastaj sa i metallun e për ti? Kjo është më e rëndësishme. Po. Amerika i del për zot vetes vet, lëviz nga dal, po me peshë të rëndë. Por ata që shkojnë mbrapa, do i them, nuk kam mandat tjetër. Vazhdoni bjereni ju, do i them, po si mandat tjetër nuk kam. Kjo peshë e rënda do ta shtypë Edi Ramën? Kjo peshë e rëndë do shtyp çdo njeri që del kundra politikave dhe interesave amerikane. Dhe në këtë rast, bisedat që bëhen janë të nivelit moral mbi të gjitha, se nuk kanë lënë, nuk mendoni ju që ata nuk bëjnë shnime, kanë një ambasadë këtu me një personel për qindra vetësh. Çdo suport që jepet qeverive të korruptuara cënon besimin tek partneriteti. Edhe njerëzit që dilin në televizion që paguheshin, kanë qenë jo për ta një shqiptarë, se shqiptarët i dinë çfarë realiteti kanë. Po ti një gjojnë të huaj, të referohen atje që po ecën puna, po bojnë ndryshimet mira në Shqipëri etj etj. Ne nuk kemi votuar njeri për të tallë me Amerikën. Ne kemi votuar të na çojnë drejt Europës dhe Amerikës, me problemet që kanë ato, po dhe me të mirët e tyre. Por total tani, le të marrin këtë që është më bile mbase ky ja ka kalu mbase Rama, po ky Binaj është profesionist për total. Të marrin të. Nëse do të tallë, do votojmë ato që tallë. Po kam përshtypjen që këta që kemi në politikë janë më profesionistë se Binaj për total. Kështu që nuk me Amerika i del vetë për zot vetes vet, nuk ka çfarë të them. Po nuk kemi votuar njeri të tallë me Amerikën me pasoja për ne. Bëri talljen Berisha 94, e la zëvon sekretarin e shtetit Mazdere, ja dhan shtetin në dorë 97, ja thyen 400 copa. Edhe nuk i ka dalë më frika që atëherë nuk guxon të shkojë deri te Maja, se e di peshën e një presidenti amerikan. Shohim. Po në këtë rast Edi Rama nuk e njeh peshën e presidentit amerikan? Nuk e di. Mbase i ka humbur perceptimet. Janë prishur perceptimet. Ju keni deklaruar më parë dhe këtu në Agora News se ajo çfarë do t'ju vi politikanëve shqiptar, pra do të jetë pikërisht nga Amerika ose reagimi amerikan nisur edhe nga dosjet përgjithsisht që kanë vetë politikanë shqiptar dhe në këtë rast siç është edhe dosja Charles Megonigal e kryeministrit Edi Rama, ku së fundmi ai është përmendur edhe në një shkrim të New York Times. Madje pati dhe një foto që doli të vetë Edi Ramës me Charles Megonigal nga një prej ish këshilltarëve të presidentit amerikan Donald Trump. Në këtë rast, a ka një lëvizje amerikane që mund ta godas në një moment caktuar kryeministrin Edi Rama, qoftë ashtu siç u shpallon ngrata edhe ish kryeministri Sali Berisha? Po pse? Ju pyesni domethënë, a mundet se nuk është do prishi interesat mëdha, po ju tek atyre brenda sekondit e shpallin ngratë. Po e kanë frikë? Jo, duke qenë se është kryeminist. Po çfarë? Po kush po pyet se është kryeminist? Kush po pyet se është kryeminist? Po është presidenti i Venezuelës. Po Noriega ka qenë president. Po atë Nicaragua se hipën vetë pushtet ata. Edhe po ata e futën burg. Po
ata e masin, janë të kujdesshëm. Për mua. Kanë të kujdesshëm, domethënë. Por nëse e ndajnë mendjen, e trajtojnë dhe Putinin si fëmijë kopshi, jo këtë. Ky e di se çfarë i tha mendja. Vazhdoi ti bjeri. Mund të ketë thënë edhe s'do t'ja di. Ka një histori, kjo është e vërtet. Del në Shkodër, një inspektor arsimi del pension. Dhe ata punonin dikur të tashuar të komitetet ekzekutive dikursh. Po gjithmonë shkonte keq me nën kryetarin e komitetit. Kjo është histori e vërtet. Më ka thënë një shkodran nga më të mirët, Aril Sygje. Edhe mbasi del pension ky inspektori, me bëj kashillik, shkon dhe pin kafe atje, te klubi komitetit ekzekutiv. Kafe ka qenë këmbë. Gjithmonë një dhomë e vogël ka qenë kafe. Edhe vjen inspektori e thot, hamër se i thot, qa po ban, thot. Boll mirë bërë, shoku nën kryetar, thot. Qa po pensioni? Nuk ka më mirë, thot. Nuk qanë me nderën për kërkën, thot. Edhe ja kthen ai nën kryetari i komitetit. Ti s'qa me nderën për kërkën, e kërkush s'qa me nderën për ty. Se mund të thuash, nuk e vras unë për Amerikën, po e vetë Amerikën për ty për mu. I ka kaq mirë punë dhe veta, sa vetëm një qytet e ka GDP-n që të them. Në mënyrë pa llogaritshme. Vetëm një qytet ka sistemi rrugor 30 herë, 50 herë më të madh se gjithë Shqipëria. GDP-n po, trafiku në ajrore, që të them, që nuk di që të them, kapacitetet që kanë, si kanë parë me vëmendje. Jo më pas sa kur bën Metroplex, që shkonte sipërfaqja e qytetit, gati sa sipërfaqja e Kosovës. 8 milion banor, vetëm ai qyteti atje. Ti tani po shkon dhe po dhe mendon se je sovran i madh, po nuk je sovran. Ne po kërkojmë bëhemi sovran tamam. Sovran letër. Unë mendoj që qëndrimi Macron ishte ai që tregon thelbin e saj. Pra, presidenti i një shteti nga më me histori janë pak në 6-7-8 milion banor, pak më pak se Britania e Madhe që përshon 70. I tha ja. Nuk gjesi ati që nuk pajtojmë me këtë. Po. Pa ne nuk mundëm kushdo qoftë presidenti i Amerikës. Unë siguroj që kam parë atje nga larg edhe unë mund ta kem pas një gjykim tjetër. Janë njerëz thjesht, po ata njerëz që kanë votuar, ata kanë votuar me bindje. Mund të ishte aksident zgjedhja e tij herën e parë, po jo herën e dytë. Ata kanë votuar me bindje se ai i është adresuar problemeve të vendit tij ashtu siç votuesit amerikan duan. Edhe në këtë rast i bie që ofendon ata votues amerikan. Që ka shumë mundësi ai të ketë fituar dhe herën e dytë. Në çfarë kanë pa atje? Po të paktën të respektojë vullnetin e popullit amerikan. Që këtë moment është fondi më i fuqishëm dhe aleati më i mirë i yni. Edhe unë me vetdi do thoya, nëse në Europa të vazhdoj gjatë, a kemi alternativën për të bërë shteti 51 i asaj federate? Ku shqiptarët kanë qenë gjithmonë barabartë mes barabartë dhe realisht pa diskriminuar. Se në Europë ndarja nacionale është më e fortë. Edhe mbase mund të jetë një alternativë. Avokat, së fundi... Shoj çfarë mirë do ta sjellni ky bashkëpunim, jo t'i vëmë tani shkop në rrota. Megjithatë, këto janë
veprime të pamenduara dhe dëshpërimi, përfundimisht. Avokat, së fundmi kanë dalë në dritë disa investigime të mediave italiane, por që ka pasur shkrime më parë edhe në mediat shqiptare sa i përket disa takimeve të përfaqësuesve të qeverisë me përfaqësues, po themi, të krimit organizuar apo persona të dyshuar që drejtojnë krimin organizuar apo trafikun e drogës në ishullin Aruba në Amerikën e Jugut. Dhe sipas një libri të botuar dhe nga një gazetar italian i cili i ka përmbledhur këto investigime dhe ka krijuar atë lidhjen mes mafias dhe politikës, rezulton që ky takim është zhvilluar në Amerikën e Jugut dhe ku është diskutuar për pastrimin e parave dhe për ndërtime në kryeqytetin shqiptar në Tiranë. Ju si e shikoni këtë kompleksje të krimit me politikën dhe duke qenë se ju e përmendët edhe pak më parë këtë lloj lidhje, dhe në këtë takim thuhet se i është dhuruar qoftë për një nga përfaqësuesit e qeverisë apo qoftë për Edi Rama, nuk është e sqaruar ende, një orë prej 400.000 eurosh. Dhe çfarë po luhet në këtë raste? A vijon të jetë Tirana vendi ku pastrohen parat në ndërtim? Tani, ai gazetari ka thonë, kush ja ti që bën pyetjen dhe unë që do ja përgjigjem këtu. Ne të dy bëjmë pyetjen dhe përgjigjim me perceptim. Kemi një dhënë dy tani? Jo, normalisht në bazë të këtyre. Tani nuk besoj që dënjon Rama aq më të madh sa është shkoj deri në Aruba. Jo, nuk bën fjalë që ka shkuar Edi Rama, po një nga përfaqësuesit e qeverisë. Ai se ka problem ti marri mes Shqipërisë e mes Tiranës ata për të shkuar në Aruba, nuk është ndonjë problem. Nuk ka një gjë të re këtu. Personi fjalë që flet opozita për ta kuptuar që nëse ka krimi s'ka ngjyrë, ai person deri në 97-ën e 98-ën ka përkrahur PD-n. Ai nga Vlora që përmendin këta. Po këta për interesa politike të përmendin. Nuk e di, para ka pasur që atëherë, normal që këtu investime pa pazar me politikën s'bën dot, domethënë, pa bërë pak me politikën. Nuk di ku ta ndaj informacionin sa i saktë është. Në perceptim, i gjithë vendi është dorëzuar në duart e krimit dhe kjo ka marrë fund. I gjithë vendi është dorëzuar në duart e krimit. Sot sovraniteti kryesor është ai i krimit. Zotron deputet, ministra, drejtësi, gazetari e tjerë. Po është kriminal edhe një botus mediash që na ka vënë qindra miliona euro, që na erdhi vetëm me i palpallona dhe ato të arnosura nga vendi i tij në fillim të 90-s. Dhe që sot na bën kulla dhe rezorte, patjetër. Se kriminali është ai që vjedh. Nuk është vetëm ai që vret. Me thikë edhe me pistoleta, me automatik. Dhe ai që vjedh. Për mua, këta kanë barazuar qeverisjen me grabitje dhe ndeshmëri me krimin. Të ndershmit sot janë të revoltuar, zërat jo lajt vetëmor, se po kemi disa zëra tani, por që e përmenda këtë të medias për arsye se nëse do kishin pasur to mediat të mëdha në rregull, nuk do kishte pasur Orex njeri ti nga ana jote për të hapur një kanal edhe unë për të folë. Pasi ti kishim zgjedhur në këto medien e madhe që punon non-stop 24-24. Por duke qenë që e kuptojmë se ku është media, vlerësojmë tani çdo alternativë që na jepet dhe e themi më e ndershme është kjo që ofron Bardhi, më me efekt se sa ajo që ofron media madhe. Kupton Bardhi? Vetë ky fakt, domethënë që ne dy që jemi në këtë lloj relacioni me njëri tjetrin, flet që tek ne cikli është ka kaluar disa herë, domethënë, është mbyllur cikli i kriminalizimit pothuajse të gjithë jetës vendit. Tani
mendoj që ka vetëm një zgjidhje, të drejtohemi vlerave të larta të drejtësisë e të moralit, asgjë tjetër. Avokat, ndalemi edhe në dy pyetjet fundit sa i përket SPAK-ut. A mendoni se do të ketë një riorganizim të ri apo rritje të kapaciteteve apo rritje të goditjes ndaj zyrtarëve të lartë që pas takimit të Altin Domanit në Shtetet Bashkuara të Amerikës me zyrtarë të Departamentit të Drejtësisë atje, por më pas edhe të zgjedhjes së kreut të ri të SPAK-ut që pritet të zgjidhet tani në vijim, duke qenë se i mbaron mandati edhe Altin Domanit? Ata Amerikanë dhanë një sinjal, bardit, se funksionon pak më ndryshe nga sa perceptohet media. E thritën Domanin dhe i thanë këtyre që bëni kashillik për balë Domanit, ky shijoni, ky nuk preket. Edhe kanë hullur zërin për balë Domanit. Qofse kjo është e rëndësishme. Ky shijoni, ky nuk preket. Ky është mesazh i pastër. Edhe nuk besoj se gaboj qoftë edhe i gram. Ju që bëni gër etj, ky shijoni, ky nuk preket. Nuk preket pasi të largohet nga SPAK-u, domethënë. Edhe pasi, çfarë kujton? Pse ka hapur ta goditur? Po nuk thash tani, kjo është mos e tejkalo atë. Ky nuk preket edhe në shumë plane. Pra edhe për ta heq, edhe për t'i bënë një rang, se këta, po t'jen këta të mos kenë duart e lidhura, këta të fusin burg. Pikërisht, prandaj, po i marrin gjithë skenar. Godasin ekonomikisht, po ajo është e fundit dhe fizikisht. Se nuk është Domani që të godasin këta, se edhe i ka familje, edhe i ka fis. Jo, goditur në thojza në aspektin ligjor. Nuk është fisi i Berishës më i madh se fisi im, po ta marrim kështu. Sikur dhe 5 veta të kem unë. Ose fisi Ramës me malë se fisi im, me fis pasaj nuk i ditë si dalim. Po, këtu nuk bëhet fjalë, ti ta godasësh. Atën, aty ku s'lejohet, ka një kacavija të kuqe. Kacavija të kuqe. Se këta për reks tyre, do kishin ngrirë gjithë dynjan, po nuk e kanë atë. Se kaca që thonë, këtu e ke, nuk shkon më. Pse si u të rojë Berisha, këta e spurdhjak njerë, ta nuk janë pavarë. Po ka i bën Çeço presidentin e Sirisë, edhe shkon ndryshon ai edhe pamjen, edhe retorikën gjitha, s'po bëka këta. A e mori Berisha pushtetin me vrasjen e Zemajdarit. Pse e lëshoj? E di madhe i vogël, me një telefonate ka lëshu. Futu zhduku atje, bëna zyrë, por nuk u futet, do ashtë për më i ballit. Kjo ka qenë. Ti është bashkëpunëtor të më të ngushtë ti, që kanë qenë me cilët unë kam punu, ma kanë thënë. Kështu që mos mendoni që këta ka ca gjellë që dali kështu janë kaq trima. Këta e njohin mirë. Edhe u bën keq pasaj njerëz e tij. Pse u prish me Izet Axhin? Kishin pushtuar televizionin. Na tradhuan ta Izeti, jo më nuk tradhoi, ky njeri pa lëkurën e vet. U tëroj se nuk e mbante dot ngurizmë. Ja thanë atij, je ti përgjegjësi, do japësh hesap ti. Kjo është e vërtetë. Kjo është vizita të Domanit, unë kështu kam lexuar, si gjë më tepër. Ky njeri është i joni. Prekeni po doni. Mund të ketë pasën e kërcënim, se këta i mbajnë, këta kur duan kalon në hundët tyre edhe në rina, se sot kalon, mund t'jesh me 100 vrasje, po duan këta kalon, po duan këta. Kjo është. Dhe shqyqyri që ka dhe Amerikë, i paktën jep sa garancira, se t'jep për këta të vrasin natën qajnë ditën pasaj. As i kemi bes fare, as nuk besojnë fare të mirësia tyne, janë detyruar të jenë deri diku minimalisht gjojat mirë. Të ketë sigurtë. Më të poshtë nuk gjenë, se kjo lloj race, se ne kemi prodhuar i racë tjetër tani. Jemi të tërsuar domethënë dhe kemi prodhuar të racën e pushtetarit shqiptar, nuk ka domethënë. Nëse do të dojë nesër edhe kinematografia botërore të marri të poshtrin, intrigantin, pisanjosin, si njeri që mund ta ketë vizatuar me fjalë për shembull Molieri, La Fontaine, anë tjetër, le të vinë të marrin to fotot e tyre.
Edhe nga afër i gjem me ato mizanskenat e vogla se ku e ka ta ndisur. Njëri është bashkuar unda me mjekrën, i ka dalë shtrigania fytyrë, është trembruar në asnjë lloj pozicioni, nuk e shef drejt. Dhe akoma do të merret politikë. Ky tjetri është plak, duket si kur është babai im, edhe pse është 2-3 vjet me mua diferencë, nuk e di tani. Si mendoni, kush do jetë kreu i ri i SPAK-ut dhe a do të ketë të njëjtin nivel goditje si në rastin e Altin Dumanit dhe kush mund të jenë ata zyrtar të qeverisë apo qoftë dhe të opozitës që rrezikojnë të goditen nga SPAK-u pas zgjedhjes së kreut të ri në vijim? Tani këta kanë kufizuar zgjedhjen e kryetarit të SPAK-ut me personat që janë brenda. Për mua duhet të hapnin garën. Edhe se kush do jetë nuk ka rëndësi. Këtu, kudo që të vësh vendin në një vend qeverisje, kanë kaluar disa muaj qeverisje, mbaroi e punë. Merr arrestoj se janë brenda të gjithë atje. Pa mëshirë fare. Nuk të çon njëri këtu kryetar institucioni, po mos i shajdut. Dhe do të kapin edhe ca persona që kanë ndihmuar kështu në përzgjedhje, edhe ca që kanë marrë premtime për koncesione për tendra për kështu. Ne i dim se funksionon, ta të vazhdojnë të bjerë. Këtu ka nevojë të lirohet mirë toka. Këta duan të bëjnë bashkëfajtor sa më shumë. Që thonë, ky është një popull i tillë që këtu dështon dhe vetë Zoti domethënë. Jo, nuk do jetë kështu. Unë mendoj që kam një vizion që më duhet edhe sikur e shoh ne, e besoj domethënë që kur të filloj pastaj nuk do na lejmë. Po të jetë ta bëjmë për arsye, jo vetëm të frenojmë vjedhjen që po çon deri në fund. Po të kthejmë brapsh, aq sa mund të kthejmë. Kthejmë brapsh, aq sa mund të kthejmë. Dhe besoj do të kthejmë brapsh. Pasuri. Shqiptarët, po dëgjonin fjalën time, nuk do kisha asnjë shqiptar pa shtëpi. Nuk do kisha asnjë shqiptar në minimumin e tij. Thjesht lojët e fatit ti kthesh të punojnë për shtetin, nuk do ketë më pensione dhe rroga të vogla edhe ndihmë sociale në minimumin e tij. Janë mbi 1 miliard e ca euro. Edhe shkon në xhepat e tyre, më të mëdhenj vetëm ata. Edhe SPAK-u ku do arrestoj? Po sa arrestoj këta të mëdhenj, është e kot, ta mbylli. Ta mbylli kioskin, mos ta mbaj më. Mos ta shesin dëngla. Ta arrestojnë prokuror që ka brenda vetes të llumit, policët pafund janë kthyer sindikat krimi, gjyqtarët edhe funksionarët për të lartë. Ne duhet të heqim imunitetin e deputetëve për ballë arrestimit. Ne duhet ta barazojmë korrupsionisht as tradhti, unë të jap besim tim tradhtonsi. Unë të jap besimin. Po çfarë do vi pushtosi mua të më vjedhi që do ketë tradhtar ta ndihmoj pushtosi. Do më pushtoj për të vjedhur. Ti më vjedh ti dhe më çon jashtë. Dhe begaton. Kemi pisanjos nga fshatat e Presës dhe Koçës, ish ministër Berishës, që ka çuar para pafund në Filadelfia. Një pisanjos që ecën shtrëma ku ecën rrugët kështu, si mefshë. Kështu që vazhdojmë, duhet çuar si gjithë qeverisjen, gjithë kryetarët e bashkive në rrjesh, kryetarët e komunave, drejtorët të çdo, këtu është për të instaluar nga një SPAK në çdo ministri. Edhe një krye SPAK në kryeministri. Me gjithë peshku qelbë nga koka, ta fillon nga koka. Po si që bëri pis këtë vend, se ne si që Majdut, ne nuk dole Majdut nga koha e Enverit. Majdut na bëri Berisha, na bëri Ruli, edhe vazhdojmë pasaj me Fatosin, me Metën, me Ramën e me gjithë. Majdut na bën këta. Ne si që Majdut. Pashaporta shqiptare ka qenë më nderuar deri në vitin 90. Se flasin për Enverin, ta që i marshin të keqin këta Enverit. I s'kan guxim ta thonë këta. Ta vdesin krahasohen me Enverin. Janë pasardhës të atij, duhet më thënë. Jo, i marrin të keqin, s'kan të ati fare. Enveri me ta s'ka lidhje fare. Këtu ndajnë Daç pëlqej, daç jo. Këta po të bënin diçka më shumë se Enveri, do flisja unë.
Nese këtu, nuk e mban më mirë atë koti. Le tani. Ai të ka thonë cop, kjo është diktaturë proletariati, të mos e prek. Shkeli ligjin do shkosh atje. Me teoritë e këtyre, këta, pastaj kishin këta guxim, dilin ta përballen veri, po le tani. Le nuk krahasohen këta fare. Ne duhet shohim në parametrin shtet. Bëri shtet, bëri dhe zogu para ti, bëri dhe ai. Kurse këta bën shtetin e kriminalëve, këta nuk e besoj dotën. Këta vetëm imagjinata ka kapur, pirati u bë pap. Të nuk mund ta besoj unë, që shteti shqiptar si ka qenë, e mban më shteti shqiptar ti. Unë e shoh në Apo si ka rritur? Jo, unë e shoh në vështirësi tjetër. Unë jam Më jo, po le drejtat e njeriut, ato i dim, drejtat e njeriut i dim se unë kam qenë grevurie për të hequr atij emrin. Prandaj s'ka komplekson kur flas. Jo, dakor, po përderisa vrau njerëzit e ditur, ata që dolën në ditën, Ka vrau, se këtu po qenë që ka futur në burg ato kape kursal. Atëherë ka qenë si këta llapaqenën që mblidhen ke klani. Po kanë qenë njësoj mirë pas ka bërë pra. Se duhet shohim tani këto reminiscenca, si jemi ne. Sa pseudo intelektual pisanjos që paguhen për të folur edhe bëjnë lloqe. Ne po flasim këtu tani edhe du të shohim ap pasapi. Si ishte shteti? Ishte burrni e madhe ti dile përballë shtetit. Ka pas represion shtetëror, ka pas diktaturë. Po kishte ligje më, nuk vjedhje dot më. 2000 lekë më tepër të vjedhje, të dilje suficit ose 2000 lekë më shumë deficit, shkojnë në burg. Po vjedhte byroja, kishte nevojë të vjedhin të tjerët. Po çka kanë vjedhë, më se duke folë kodi, e ka dënuar çmimin për $8.000 kafe, që kanë pi delegacionet e uja. Të ky është turp. Çka vjedhte byroja? Ndërkohë që do duhet ata kanë pasur rroga më të mira dhe një pjesë e vogël. Unë ka pas nënë e babë përjashtuar nga partia, në gjoti, edhe ai komunisti e kisha aty në punën, me kilopata. Ai mutante mish njërë mujmë tepër se unë, ky ka qenë ndryshimi, pastaj fshati me qyteti ka pas ndryshim. Nuk i njihni, flisni në ajër. Avokat, nuk kishte nga ajo që kam lexuar dhe nga ajo. Po, ke lexuar, po nga ajo që kam jetuar. A më ke besuar deri tani çka kam thënë? Jo, patjetër. Më ke besuar çka kam thënë unë deri tani? Më ke besuar apo jo? Patjetër, për realitetin e tillë këtu po, patjetër. Po pse, unë kam humbur perceptimin asaj kohe unë. Nuk po themi se kemi. O zotni, se keni humbur perceptimin. Këtë vend nuk e rregulluan fëmijët e ballistave, që po flet ti, edhe pse unë. Jo, kjo është tjetër gjë, kjo është ndarje. Studentët edhe herë, studentët, ti lejmë këto ballistët që kanë valë saliu tani në fund. Studentët ishin fëmijët e komunistave. Po dënë bën fëmijët e komunistave. Edhe herë. Po dënë bën fëmijët e komunistave. Ata të bënin partinë e tyre. Tash janë pasardhësit e Enverit. O e marrin që keqen e Enverit, po ta them shqip, as kam problem fare ta themi 100 herë. Unë jam besimtar, ti kupton edhe herë. Unë jam besimtar. Do ta shpjegoj qasjen time. Qasja ime është e tillë. Vitet 30 ishin ato vite që prodhuan inteligjencën shqiptare, po themi sa mund të ishin në numra. Kush vit? Vitet 30. Po jo më shumë pak kanë qenë policia që ka çuar zogun. Shumë pak. Edhe një. Po që e përdortuar shkolla, të t'japun argumentin tim dhe pastaj ju mund ta kundërshtoni. Pra, siç po thoja, vitet 30 ishin ato që prodhuan ato inteligjenca, po qoftë edhe publicistikën më të mirë shqiptare e gjen ato vite. Dhe me ardhjen e sistemit komunist, kjo inteligjencë u vra, u përndoq, u persekutua, u fut nëpër burgje dhe njerëzit e ditur u vran, qofshin franceskanët apo dhe jezuitët. Dhe në këtë rast, duke qenë se pushtetin e morën fshatarët të pashkollët, të Neqetxhit, Kovaçët, dhe Enver Hoxha vendosi atë lloj diktature që vendosi, duke vrarë gjithë njerëzit e ditur, në vitin 90 nuk kishte njerëz për të bërë Shqipërinë. Ishin të gjithë. Sa vjeç ti bërdi? Unë jam 37. Çfarë them unë tani? Okej, unë po t'jap qasjen time. Unë respektoj mendimin tënd, por unë po t'jap qasjen time. Po them unë ty, me që ti nuk dashke se po më bën dal sikur jam enverist tani. Jo, s'ka lidhje. Po di, jo tani historinë se unë jam një person që
një universitet e kam mbaruar 91-shin. Pra, diplomimi është 91-shit. Kisha hyrë 3-4 vjet në vonesë. Nuk vajta në shkollë ku doja, po por herë të biografisë më çuan aty në fund, në Elbasan, nga Tirana vajta student në Elbasan. Kur gjithë tjerë vinë në Tiranë. Ai ka hapur kurse kundër analfabetizmit, ja ai që shani ju, dhe ata shokët e tij, i ka hapur dhe në luftë te partizanët. Dhe ka pasur në fund të viteve 80, në fillim të 90-s, kur kam dhënë intervistën e parë në një radio dhe televizion, do këtë qenë japonez, pra do këtë qenë mbasi janari vitit 91 ose dhjetor të 90-s, kam thënë, kam shpresë që Shqipëria bëhet se kemi një resurs kryesor. Kemi rini, pra 70% e ca popullsisë ishim të ri, që sot se kemi më, dhe kishim një shtresë intelektuale të krijuar si sta merr mendja aty. Po intelektual është që del kundër sistemit, jo ai që thjesht ka studiuar në Bashkimin Sovjetik. Tani Bardha nuk e vetë i vulën, tani ta lëm këtë. Ti mund të jesh ka një familje që mendon se je e prekur, më ta sqaroj dhe unë kush është familja. Jo, nuk jam familje e prekur, jo. Tani ke marrë atë pushën se mbi këtë retorik që këtë e ka bërë veri ai ta prishim, ti duhet dish një gjë. Akoma të gjitha spitalet sot, nuk e një spital të Rikollaj, gjitha spitalet sot janë përveç që i ka dhënë privatit, këto spitale që ka bërë në sistem shëndetësor. Sistemi arsimor të ati ti vinë anash, hiqet pjesën e indoktrinimit, nuk arrin kur. Ku merret 10 në kohën tonë? Kuptoti? Ne këta kanë prodhuar njerëz me master që nuk i shkruajnë emrin e tyre. Lloj, edhe një, po tani më le të flas, nëse nuk më le. Dakor. Këta kanë prodhuar, nuk di të them domethënë. Dhe ku kishte atëre edhe në nivel moral, tjetë mësim në nivele më të larta. Të merre gradën kandidat shkencash ishte gjë e madhe, docent, pastaj doktor, profesor. Sa e ke këtu anija të plagiatorën që kanë bërë këta? Se këta dolën këta, me këtë lloj arsimimi. Edhe atë shkollën që ka bërë Rama, nuk kishe burë nënë e ta fiton të kollaj konkursin. Në pikturë, në dramë. Ka një pyetje krejt të logjikshme dhe normale, nëse atëherë kemi qenë kaq mirë, pse jemi kaq keq sot? Kishim liri dhe dështoj tregu, se mund të kishin një zgjidhje si Kina, kishin bjetuar dhe ishe ndryshe. Ti ishe i lidhur me tregun, ishe pjesë e zinxhirit. Se kujton ti se erxoi po lëtyrat atij sistemi ke PD-ja, ke Fariballiu, lëtyr. Ato jam i ndërgjeshëm unë që komunistët zonë antikomunistët. Lëtyr, lëpirsi të gjithë komunistave të neveritshëm që ka qenë ky kryesori, ky i simbolizonte. Dhe mori Saliu. Saliu me Mehmet Elezin, me Lisem Bashkurtin, me Fariballiu, me Bujar Hoxhën, me 4-5 komunistët kryesor, e titërsoi PD-n. Kupton? I morim gjithë komunistët që ja dorëzoi Xheligjoni, i morin dorë edhe Ramizi bashk, edhe e titërsoi PD-n. Nuk është PD-ja e atyre studentëve idealistë. Mori fund, në bazë grevës të orisë, ne u shpërndam. Universiteti u nda 4 pjesë, ne na çuan për shtëpia, edhe ai e mushi PD-n të ka dalë me njerëz të vet. Kaq. 3 muaj kishte PD idealiste. E mori Puçetra, elaboroi PD-n. Edhe ai që ka dalë kaq i zoti që vazhdon deri këtu, shkollën atëherë ka bërë, dhe ka bërë gjithë atë shkollë. Dhe ka çuar veri dhe në Francë këto, ka pas sa që lçoi edhe në dikë në Çeki për agronomi, dikë Rusi, dikë Bullgari, dikë Poloni, e në kanë ardhur dirigjent nga Çekia, e këngëtar nga Bullgaria, si Ramiz Kovaçi me shok, do ka pasur një ashtu, nga perëndimi shkonin super. Por që nuk ishin intelektual. Po pse çdo më thon intelektual? Intelektual do të thotë ti dalësh kundër çfarë do lloj pushteti dhe ti je zëri i njerëzve. Po i mund të jetë një nihilist që del kundër çdo pushteti, se nëse ka pushtet mirë. Jo nihilist për hir të nihilizmit. Po çfarë?
Nuk po themi të jetë nihilist për çdo gjë, një intelektual. Një intelektual është kur del ballas kundër pushtetit dhe jo është indoktrinuar nga pushteti. Tani ka po bërë flasim në shkollë. Po flasim njerëz për moral apo po flasim se tani a prodhoi ky agronom apo s'prodhoi? A prodhoi inxhinier ai sistem apo s'prodhoi? A prodhoi matematicien që nuk i kemë sot? Po pra, jemi vetëm në planin teknik. A prodhoi geolog? Të marrëm se s'ka marrë. Po. A prodhoi geolog apo s'prodhoi? Geologja më e mirë në botë që është sot në Oklahoma, operon në zonën Oklahoma, Texas, për të dizenjuar bazenet e naftës në tokë, e ka mbaruar shkollën atë kohë, shmusha ime. A çfarë do të them unë tani ty? A ka prodhuar ushtarak shumë të mirë që e pan aq pak ushtarak se na vajtën në Kosovë? Edhe sot ka shumë të rinj të talentuar që studiojnë jashtë. Ku i ke? Kush e dha mundsinë? Ku i ke? Ku ke shkollën? Jashtë, ku i ke? S'ke ushtri fare. Ke pas mbi 75.000 veta në armë tërkohën. Prodhoje zotëri, prodhoje gati 400 ca oficerë në vit. Ku i ke? Ku i ke? Ke bandën e Shijakut edhe bandën e Elbasanit. Po pra, dakord. Ku i ke? Jo bëhe se po flisni ju se ku i ke ti ushtria është Qa ka për drejtat e njeriu do thosh ti? Po nuk ndërtoi dot një rrugë, bëri vetëm bunkere. Kushtar s'ka bërë rrugë? Po s'ka bërë rrugë, vetëm rrugët e italianit janë. Po jo më si që pas 90-s po si mohoni shumë, po nuk e di. Se ti pas ke qenë. Po ti ke qenë 2 vjeç në atë kohë. Si ke pa me sy? Po e kam parë me sy, ka montuar. Rrugët e italianit kanë qenë, s'ka bërë asnjë rrugë në Verogja. Asnjë rrugë s'ka bërë në Verogja. Cilë rrugë ka bërë? Po pse? Atëherë po t'ja pun një tjetër me që dashë kështu se unë po e bëj për të thonë që këta më keq se ata. Këta kanë bërë enverin për Ahmet. Në vend tashu. Po enveri të bëri e kurudhën nga e para, ta çoj deri në Vlorë, deri në Gurkuq, deri në Milot, Rëshën Klos, deri në Klos, ta çoj deri në Shkodër. Ta shkatruan fare. Çfarë duhet të thonë ti më? Të bëj një forcë ajrore edhe një ushtri në vitin 78 të barabartë me Izraelin. Që ajo ushtri Izraelit kishte përballuar Egjipt, Siri, Jordani bashk. Po, nëse ishim kaq mirë, pse në 90-ën shqiptarët u dyndën në anijen Vlora për të shkuar drejt perëndimit? Dështoi tregu vlla, po mos kishte rregulluar ushqimin shqiptarëve. Tregu me Knerin, po nuk e kuptonti. Se ne kishim tregun me clearing, prodho tomate, patate, blej pjesë industriale tjerë. Pra si në vitet 1500. Ku i vjet besim, se je duke folë ti se doni të mohoni. Mësoni historinë që ta kuptoni mirë se në çfarë vendi keni jetuar dhe si është zhvillimi këtu në këtë vend. Nuk ka pasur të drejta politike, po zhvillim e këto tjera ti harrosh ti. Ato 5 fabrika kërkojnë saliu se mungojnë. Se ke pasur kombinatin e Elbasan 30 km gjatë në fushën e Betasheshit. Ke pas azotikun Fier, ke pas superfosfatën e Laçit, ke pas rafinerin Cërik. Këtu atje ku i kemë? Ti morën gjitha. Po të shohësh, ikën për poliri, ikën për mendje poliri. Po të shohësh pamjet e viteve 90 dhe të 97 të shqiptarëve, ngjajnë si fiset. Jo 97-ën, po flasim për 90-ën. Jo. 97-ën kërkoja saliu. E kam fjalën këtu që po të shohësh në vitin 90, kur shqiptarët largohen për në Itali, apo kur mbërrin në Itali, apo të shohësh edhe pas viteve 90 shqiptarët nga fytyra e tyre gjajnë si fiset. Po. Pra, tani do të tregosh pse ikën shqiptarët, tani unë jam një prej tyre. S'kishte liri politike një. Kjo është shumë e rëndësishme. Liria është me dinjitet. Pa dinjitet edhe të jetosh mes luksit nuk e gëzon dot. Këtu duhet ndalojmë. Se unë po të kundërshtoj ty ato që nuk janë të vërteta. Ai e bëri vendin që prodhonte edhe traktor. Këta një bëjnë dot. Kështu që lere këta mos e diskutojmë, nuk ka lidhje në drejtim. Ai e ka pa vendin si pron, edhe investoi tani Maleta mbaroj tani, maleta mbaroj. Këta është, ai ka parë vendin si pron,
edhe e mbyti Enveri. Këta e shohin si mallën e botës për ta shqyrë. Ky është ndryshimi. Por në lidhje me parametrat industriale bujësor, ai e bëri. Kanale Vadice, Deshitan, këta i shkojnë lumit atje ke shtëpia, ke shtrati, dhe në anën juridike shtati lumit s'është ai që duket, por është ai që shkon pikun e tij, dhe kur përmbyten thonë merr lumi ke shtëpia, ke vaj ti lumit. Ka pas sa rregullat. Problemi është lirit politike, nuk i kishin. Edhe unë për këtë kam dashur të iki. Pastaj, unë të paktën që mbaj mend vitet 90 se kam punuar, kam filluar punë 81-2. Pra, unë pashje ekonomia po binte. Dhe arritëm në fund që mi që kishim një shok që punonte ke pularia apo ke fruta perimet, fruta zazavati që shiste diçka, që të na ruante në gjë poshtë banakut. Pra, i gjithë vendi ra. Ra, preku dhe ushqimin. Sepse ishte sistemi dështuar. Po dështojmë të dështojnë gjithë Europën, si ishte vetëm ne. Sepse komunizmi është sistemi dështuar në thelbin e tij. Por nuk e di atë tani, se po shohim tani që kjo punë është tregu lirë, ka vlera, tregu i lirë. Këtë që po jetojmë ne, ky është tregu i banditëve, nuk është, ky është midis komunizmit edhe banditëve. Se shqiptarët nuk e kanë provuar akoma tregun e lirë. Kjo është demokratur. Po, tregun e lirë dhe demokracinë. Po. Kur ta provojnë shqiptarët kanë krijuar mendim keq dhe për demokracinë. Po këto ti përmenda për të thënë këtë që do të them tani. Ishte një burr i keq në fshat. Kishte bërë shumë qija dhe mbasi vdes, i urit fëmia, e sa merrnin vesh që ishte, si më thon, e kishte emrin Envera i burri. Edhe sa takoni fëmijën e këtij fshatit, ç'është ky thon? I biri Enverit. Larg tjetër. E thot shtëpis i ditë, po më non thot, po çka ka bëu baba im thot që po ku sursi ka lënë fshatit. Edhe unë këta tha, oj bëj thot bëra me për babën në skath. Vdesi pari, vdesi dyti, vdesi treti, në çdo vdekje ky zhvarose kufomat e i ngullet nga i hu. Interesojnë ta dhe e marrin vesh. Kush është? Ky është çuni aty Enverit më. Po ai ka qenë prapë më ramet pas, po jo si ky thon. Kështu që ne dolim nga i sistem për drejta politike dhe për tregun e lirë. Jo për tregun e Ramës dhe Berishës. Nga një monopol që kishte shteti, tani shteti janë bërë këta, edhe Rama dhe Berisha. Ta dy. Dhe unë për këtë jam. Këta kanë bërë Ahmet Enverin dhe këta mos njerëzit që janë të moshës time thonë, ore të paktën kishin një lloj digniteti si ishin dhe gati barabar. Por pisanjosi miliarder tani, edhe unë të ri të laj to të bankave, ja kështu s'kaksh. Ate ishin barabar të mvujtje, kupton? Shumë pak kishin një diferencë. Pra thash, ai komunisti do ande buk njërë mujnë të përse unë, kaq mërsi mumi. Aty ishim një ndërmarje, lëpatës i bilin bashk, edhe ndani dhe bukun bashk. Këto dokrat që saliu na hoqi nga diktatura madhe e tjerë, ajo ra. Se s'kishe burë nënët i të arzontë atë, maksimumi i burnis ishe bëje stërvitje, të ratisëshe e tikje. Po do merë parasysh familjen do të internonin pas. Kaq, to të rima që do vrisin e veri, to s'kanë ekzistu në herë. To janë pralla për tjera breza, jo për ne që jetojmë akoma. Avokat, ishte kënaqësi që ishit në Agora News. Të ta thaj një person që është 21-2 vjet më mas aty, domethënë që ta them me bindje që nuk është kështu. Kësi për mua. Të falenderoj për gjithë analizën, mendimet, argumentet që dhe këtu në Agora News, por edhe ato që ndajmë dhe nuk bashkë ndajmë me njëri tjetrin sa i përket. S'ka problem shqyr, ne do të respektojmë njëri tjetrin, pikërisht se jemi të ndryshëm, por radhë parë ka i gjithë për bashkët. Jemi qenie njerëzore 1, shtohet kjo se jemi edhe shqiptarë 2, e treta kemi një vizion për të ardhmen për bashkët 3, një shqetësim publik të përbashkët, që unë e kuptoj që ti e ke për drejtësi dhe për drejtat
e njeriut, edhe ne, se këtu na është bërë e drejta kriminalit më e rëndë se drejta atij viktimës. Këto na bashkojnë. Këto janë, besoj që po të thellosh dhe po të pyesësh, do t'i afrohesh këtij këndvështrimit tim, se unë nuk është se mbroj atë që nuk mbrohet, por tani që ne nuk kemi kapacitet të bëjmë një central, ti e di shumë mirë. Lesh thonë këto, jo po s'ka vice, po këto akoma s'po dalin. Kemi marrë gjithë ujrat e lumeve, kemi futur në tub, kemi tharë gjithë agrosistemi. Dakor, pra ai lloj shteti diktatorial ka kishte të mirat për të qerë. Edhe digat e Nilit zë ishin bërë për mos kishte pasur diktaturë me faraonët, për ta disiplinuar Nilin. Duke nis nga Nili i Epërm, që është i jugut, tek ai i veriut, që është dhe i poshtmit, se kështu vjen Nili nga jugu, vjen më lart dhe zbret në veri poshtë. Janë bërë disa gjëra. Një flota anijesh kam folur me komandantin e ndecave para pak kohësh. I kemi hequr në ndecet duke qenë në gjendje pune. Duhen hap ato procese. A ishin tradhtin dhe dheut apo jo? Ato tanke që i kemi shit për skrap, 1000 ca tanke, kemi shumë pak, nuk e di ku i kanë lënë. Edhe janë 12 avion që i ka taposur, po pse këto 12 bëkan, ato tjerë s'bëjnë. Kur avionët MiG-21 akoma i përdor Izraeli sot sa dite dhe për bombardues bile, strategjik që fluturojnë ulët, dhe për armë atomike bile, pajisje ato me mbushje atomike. Si i prishim ne? Kështu që këtu ka një dorë antishqiptare që në servir si patriotet për ta shkatruar Shqipërinë se me të mek e kishte bëhen veri. Po jo më, matematicieni s'kishte bënte me verizmi, vetëm gjysmë faqe. Ishte në krye të librit. Shkenca atje tjerë thot partia punë shokojnë verë dhe mbaronte dhe fillonte matematika. Prodhoje një matematicien, një fizikant. Çfarë do i thosh tani Recep Mejdanit? Si matematicien, që e bëri veri, apo si fizikant? Dhe ne nuk i kemi, janë shuajtur, nuk kemi më pedagog për to dek kaq të rëndësishme. Që Bardhi duhet parë me syrin e realistit, jo me atë që ka përcjell politika. Nuk ka më. Ne nuk jemi më në Enveri krahasoi me Zogun prodhim. Këta s'krahasohen dot. Ai mbase e teproi, nuk mund të bënte socializmin në një vend të vetëm, aq vogël sa Shqipëria. Po bëri ushtri. S'ke më shkollë ushtarake. Më thanë që kishin dashur dhe atë shkollë që kanë ngelur, ta merrin ta bënin pallate. Po i ngeli familjes non grata në fund nga 2012 pa e bërë dot. Kështu është. Ne jemi detyruar nga para të ngrem nga e para tani. Po hajde të marrim tani të gjejmë pedagogët për prodhuar pilot, artilier, 4500 grykatopi, ku i ke Bardhi? S'ke asnjë. I ke 10 copas i ke. 2500 e më tepër kundër ajror për mbrojtje vendin, ku i ke? Me çfarë do ta mbrosh kundër ajror? Do marrësh me nderën e Gazbardhit edhe të Fariut, të mbrosh ti kthesh nga qielli e të mbrosh Shqipërinë. Pra, këto i ka bërë një njeri antishqiptar, apo ka bërë një njeri që ishte diktator, por mendonte që vendi dhe mund të mbrojë. To është historia e Bardhit. Avokat, falenderoj sërish që ishit në Agora News. Unë falenderoj. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.